Arestime spektakolare, por lekët ku janë? Në Shqipëri, skena e drejtësisë ka marrë vite që të duket e zënë me veprime heroike. Ministra, ish-ministra, kryebashkiak, drejtor, deputete madje, edhe avë dhe kryeministra bien nën hetim. Arestohen, shoqërohen, futen e nxirren nga qelit. Emra të mëdhenj bien një nga një, duke i dhënë publikut iluzionin se sistemi po funksionon. Por ndërsa spektakli i arrestimeve vazhdon, një e vërtet e thjesht mbetet e pasgjidhur. Po parat ku shkojnë? Sepse arrestimi, pavarësisht bujës së tij, nuk rikthen automatikisht miliardat e dyshuara si të vjedhura. Politikanët mund të bëjnë disa muaj ose vite burg, mund të dalin të penduar ose rehabilituar, por pasuria nuk i ndjek në qeli, nuk shfaqet në buxhetin e shtetit, nuk kthehet në rrugë, shkolla apo spitale që u preken qytetarëve. Ky është problemi real, ku një pushtetar akuzohet për abuzime që prekin shifra marramendse, por pasuria e tij mbetet e mbrojtur nga familjarët, ortakët, kompanitë offshore ose investimet e mençura. Mesazhi që i dërgohet popullit është i qartë dhe i rrezikshëm. Ja vlen. Dhe me këtë logjik, kush nuk do ta pranonte rrezikun? Pak kohë burg për një jetë të garantuar me miliarda që dikush tjetër i gëzon sot, ndërsa ti paguan taksa dhe sheh shërbime publike që çalojnë çdo ditë. Në fund, drejtësia nuk matet me numrin e arrestimeve. Ajo matet me rikuperimin e parave. Pa konfiskim pasurie, pa ndjekje të rrjedhës së lekut, çdo arrestim mbetet gjysmak. Për qytetarët bëhet fars morale. Fajtorët hyjnë dhe dalin nga burgu, ndërsa dëmi mbetet. Prandaj pyetja ore, lekët ku shkojnë, nuk është populiste, është thelbësore, sepse pa përgjigje për këtë, spektakli i arrestimeve kthehet në një teatër të shtrenjtë ku fiton gjithmonë vjedhësi dhe humbet qytetari.